82 vjetori i lindjes e gjen shkrimtarin e madh shqiptar Dritoro Agolli të nderuar me çmimin e letërsisë Carlo Levi në Itali, me të cilin ai u vlerësua vetëm pak ditë më parë në shtetin fqinj. Kam të vështirë të flas për veten pasi marr çmime ose pasi botoj libra, por kësaj here do të bëj një përjashtim. Jam në një moshë super të thyer dhe ky çmim më ka ngritur shumë humorin. Kam marrë edhe çmime të tjera, por ky çmim i marr në pleqëri më kujton që ende jetoj, ka theksuar shkrimtari i madh Agolli. Bashkë me ditëlindjen e 82 të tij, për babain e poezisë bashkëkohore shqiptare, dritoroi dy lajme të tjera të mira i vinë nga bota kulturore. Dalja së shpejti nga shtypja e një libri studimor voluminoz 700 faqesh për veprën e poetit të madh me titull Fjalori rimor i Dritoro Agollit, me autor gjuhëtarin Minagero dhe botuar nga shtëpia botuese Toena, si dhe lajmi që vjen nga Përtejdetit, pra Italia, për akordimin e çmimit letrar Carlo Levi, poetit më popullor shqiptar Dritoro Agollit.